Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Do të flasim sot për historinë. Do të flasim për historinë që na bashkon Shqipëri e Kosovë. Do të flasim për një portretin e një figure të nderuar, ai është Shaban Haxhia Demaliaj, treguar prej nipit të tij, Skënder Demaliaj, doktor i shkencave psikologjike. Mirë se keni ardhur. Kënaqësi. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Ju bët të libër dhe ndonjëherë libri do kohë të vejte lexuesi, më shpejt shkon zëri. Shkon figura. Andaj edhe jemi sot për ta treguar me zë e me figurë këtë portret të rëndësishëm të xhaxhait tuaj që u nda shpejt nga jeta. Faleminderit që më dhatë mundësinë. Kënaqësi. Sërë edhe një herë disa çështje që lidhen me librin. Kënaqësi. Ndërsa bëhet gati figura të vi, ne tregojmë ai Shaban Haxhia si njihej në Kosovë, edhe në gjatë kohës së luftës, në si ishte emri i tij? Njihet me emrin Shaban Haxhia. Bile edhe Brigada e 7 e Kosovës quhet Brigada e Shaban Haxhis. Shaban Haxhis. Demaliaj është mbiemri juaj i fisit. Do thonë Haxhia, Shaban Haxhia. Me atë njihet edhe në Kosovë. Brigada e 7. Ju jeni kushëri gjithashtu me një tjetër të ftuar me Ilirin, Demaliaj. Po Iliri e ka paje, ka Ilir Demalia. Faktikisht e ka hequr vetë ai? E ka hequr vetë në fakt, se mbiemri plot është Demaliaj, dhe sakt. Nga jeni me origjinë? Nga krahina e Bytyqit, e Malësisë Gjakovës. Gjakova, jeni Gjakovar? Pjesë e Gjakovës ka qenë Malësia e Gjakovës, po është nda, do thonë, nga kufiri që në 1913. Do me thënë, sa vlezër? Historia e vlezërve, cila? Janë 7 vlezër. 7 vlezër. Shabani është i dyti. Një tjetër, Hysén Haxhia, është vrarë nga forcat e Karabahis italiane në Gjakovë në vitin 1942. Është vrarë nga italianët? Nga italianët. Të gjithë kanë marrë pjesë në luftën nacionale shqiptare. Edhe më të veçlit si Korrier, edhe vetë gjyshja, Havdemja, ka qenë Korriere, dhe është bazë e luftës nga më të parët në Malësinë e Gjakovës. Shabani ka qenë... Baba juaj ndërkohë? Po baba juaj? Edhe baba ka qenë aty, me qetën Baramsuri, me njësitin e Bytyqit, me batalionin Baramsuri, edhe në brigadën 25. Dua të kuptoj diçka, Tropoj Gjakov, do me në atë kohë, edhe tani komunikojnë shumë, po në atë kohë si ishte komunikimi? Ju jetonit në Gjakov, apo në... Jo, ne jetojmë në Bytyq, po për të shkuar, do më thonë, në Gjakov, ku bonin tregtin, ashtu, do më thonë, me kal është një orë i gjysëm. Ashtu, atje. Dhe ajo quhet Malësia e Gjakovës, për faktin se ka qenë, do më thonë, një lidhje demografike, psikologjike, do thonë, historike, gjithni luftat i kanë bërë bashkë, betejat i kanë bërë bashkë, udhëheqësit i kanë pasë për bashkët, ashtu, fitoret për bashkëta. Ndarja ka dëmtuar shumë. Edhe unë këtë mendoj her pas here, një ndarje... Duturuan pasaj tiken e të bajnë pazarin e tregtin në Shkodër, një kohë që e këshin shumë afra atje, dhe... E ka parfruar zonën, fakti që... Po, edhe shkollimi, edhe gjitha, do më thonë, ishin element të rëndësishëm. Shumë bashkë, të mamë... Ndarja në ka dëmtuar të gjithë dhe, por parfrytron e zonat kufitare, sa shumë i ka dëmtuar. Sidomos e, faktikisht ajo, emërtimi i sakt është, do më thonë, Malësia e Gjakovës është quajtur, po mas shqirimit, kur është bërë ndarja territoriale, këte është quajtur Tropoja, do më thonë. Me qendër, do më thonë, administrative Baramcurin. E kuptoj, ndërkohë që ajo ishte... Ndërkohë që ajo është Malësia e Gjakovës. E kuptaj. Nështë ka pasë një frikë për ta emërtuar Malësia e Gjakovës me mendimin se mund të ndërhyret në integritetin territorial të Jugosllavisë, të Kosovës e tjerë tjerë. Do thonë, mund të qenë edhe këni nga shkaqet. E kuptaj. Ndërkohë, do doja të ndalonin tek Shaban Haxhia. Shaban Haxhia ka lindur në prill të vitit 1916 dhe ka vdekur me 27 qershor 1971. Siç e theksuat edhe ju, do të thonë një moshë të re nga një smundje e randë. Ai ka marruar, do të thonë, internatin e Krumës, që për kohën ka qenë një shkollë. Çfarë shkolle ishte në Krum? Internati i Krumës. Kruma e Kukësit. Po, ose internati Kosova, që ishte ngritur, dhe më thonë, me shpenzimet edhe me përpjekjet e Baramcurit dhe shumë patriotëve tjerë, ku shkolloheshin djemë nga Malësia e Gjakovës, po ku janë shkolluar edhe udhëheqës më vonshëm
të Kosovës, si jemi Duraku, Hajdar Dushi, Fadil Hoxha, ka marrë pikës... Edhe Fadil Hoxha ka qenë me kru? Internatin, ashu. Më falë, ajo ka qenë tip shkolle me konvikt? Ajo ka qenë shkolle me konvikt, ashu, dhe njëkohësisht ka qenë i nivelit të 9 vjeçarës që kemi në sot, ashu. Po shkollë shumë e mirë. Pasaj një pjesë e tyre kanë shkuar, kanë vazhdu gjimnazin në Shkodër, një pjesë kanë shkuar, kanë vazhdu pedagogjikën në Elbasan, etj. Shabani, për faktin që gjyshi nuk kishte marrëdhënie shumë të mira me regjimin e zogut, nuk i dha mundësia për të shkuar atje, po ai shkoi dhe mëraj një kurs për oficer, dhe më thonë, pra se të bënte ushtrin, edhe pas e mëraj këtë kurs, ai ka punuar komandant në postat e kufirit në Pogades dhe në Ergucat. Pasaj në vitin 1939, kur vendi u poshtua, ai la detyrën, dërzetoj nga detyra që kishte, dhe dolin mal. Po ndiqe nga pushtuesi italian, edhe iku në Jugoslavi në Valjev, nga 1939 dhe në vitin 1941. Pastaj u kthye, kur u pushtua Jugoslavia nga Gjermania, u kthye, edhe ngriti një sitin e parë antifashist, pasi bani një 3 muaj burg. Pastaj u bë komandant dhe komisari qetës Baramsuri, komandant i batalionit Baramsuri, edhe kryeshef dhe zënës komandant i brigadës 4 që u formuar në 13 tetor në Krum, dhe mos së fundi, dhe më thonë, me datën 11 nëntor, kur kriju brigada 7, ai u zgjell komandant i brigadës 7 Kosovës. Kjo është fotografia Xhaxhait. Dal me gradën kolonel dhe me dekorata. Ka pas gradën kolonel. Po ai nën kolonel e ka fituar që në vitin 1944, kur ishte komandant i brigadës 7 Kosovës. Vazhdimisht ai, domethënë, edhe në fotografitë e tjera është, domethënë, me veshje ushtarake, edhe me gradat që kanë qenë deri vitin 1966, kur ai doli në pension parakoshëm. Vazhdojmë të gjitha fotot atëherë dhe ndalojmë në historinë e secilës prej tyre. Ktu është me vllajën e madh, Hasanin, i cili ka pas gradën nën kolonel, edhe ka qenë edhe një nga organizatorët e luftës në Malsinë e Gjakovës, dhe ka punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe ka pas detyra të rëndësishme, po kanë qenë përveç vëllezër dhe shok idealesh. Po, vazhdo. Këtu është poshtë është babai, Bajram Haxhia, sipër është djali i tezës të babit edhe të Xhaxhait Shabanit, i cili edhe ai i Dresdini, i cili edhe ka qenë, domethënë, në njësitin e Betyçit dhe njëkohësisht në çetën e Baramsurit. Në vitin 1944, ai gjatë operacionit të qershorit armik u arrestua, ka shkuar në kampin e Matozenit dhe është një nga të rrallët që ka shpëtuar dhe është kthyer i gjallë nga ky kamp. Kthyer nga kampi. Nga kampi. Këtu është me një oficer, domethënë, që ka qenë një nga organizatorët e luftës në krahinën e Berishës, edhe me një shok tjetër, me grada përsëri, domethënë, që kanë qenë shok bashkë. Këtu është një fotografi që është tek Marubi, domethënë tek kartoteka, tek fototeka Marubi, është me gruan, Fiqen. Fiqja është nga Konispoli, ashtu, domethënë, dhe u lidh me të në kohën kur ai ishte drejtori i policisë në Gjirokastër, në vitin 1946. Duket edhe nga ajo që është një grua zoj, një grua e emancipuar, dhe që vazhdimisht e ka shoqëruar burrin e saj, bashkëshortin e saj në çdo element dhe në çdo ngjarje. Këtu është me familjen, domethënë, është gruaja, është domethënë djali, është njëkohësisht edhe këtu është gruaja e Baramsurit që ka dalë, e cilin ka pas marrëdhënie shumë të mira me ta. Kush është gruaja e Baramsurit? Kjo këtu. Ashtu. Janë të gjitha në fototekën Marubi? Marubi. I kena gjetë shumë vonë këto. I keni gjetur... Po, kena hyrë në atje, do thonë, kur u hapa jo dhe i kemi gjetur. Osa interesant. Edhe tjetërën, me bashkëte. Po, kanë qenë atje. Shumë interesant. Janë shumë bukura. Ai ka qenë drejtori i policisë atje, mëse duket ka pas marrëdhënie të mira me
familjen Marubi, edhe ai vazhdimisht u ka bërë fotografi. Interesant edhe që është edhe gruaja e Bayramçurit. Ku ka jetuar ajo? Në Shkodër. Në Shkodër ka jetuar. Shkodër. Këtu është në Kali, para brigadës në Kali. Pikërisht mas arrestimit të shtabit, sepse shtabi u arrestua, sepse po mbronte shqiptarë dhe nuk po dorëzonte nozno ata që kërkoheshin prej tyre atje, dhe u arrestua me urdhët e shtabit të madh të Jugosllavisë, u arrestua dhe u mat ca kohë në izolim. Po brigada 7 e mori vesh, dhe më thonë që komandanti dhe komisari po mohen në izolim, rrethuan Prishtinën, edhe ju thanë, o lirohen ata, ose do sulmojnë Prishtinën. Ata u friksuan dhe u detyruan ta lirojnë edhe komisarin Cemil Broni. Okej, ndërkohë që kalojnë të gjitha fotot, ne ndalojmë her pas here, por më mirë vazhdojmë tregojmë historinë e çfarë bëri ai në Kosovë. Ai brigada në fillim nuk ishte e madhe, ishte rreth 2000 veta. Ashtu. Është brigada që është më e madhja, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Ballkan me 17.000 luftëtarë atje. Pse ndodhi kjo? Dhe si shpjegohet kjo? Do thonë janë rrethonat historiko-shoqërore dhe politike që ndikuan. Me 20 nëntor, Titoja nxori amnestinë e çetnikëve, fali çetnikët. Me 21 nëntor, Shaban Haxhia nxjerr një shpallje në emër të brigadës, edhe thotë të gjithë ata që kanë qenë pjesë e milisisë fashiste, e aparatit të pushtuesit italian dhe gjerman, janë, domethënë, të mirëpritur, të vinë në brigadën tonë dhe nuk i ngasmon njeri dhe nuk i prek njeri. Kosovarët duke nisur nga ideja se u bashku me Shqipërinë, kishin shkuar dhe ishin pjesëmarrës në këto struktura faktikisht atje. Dhe ata sa panë këtë shpallje, shkuan te brigada dhe mësyn gjithë Kosova në brigadën e Shaban Haxhis, sepse atje gjenin siguri dhe nuk gëzonte njeri të prekte. Sepse ishte ky problemi, që ishte kompleks. Ata bashkëpunuan me fashistët dhe do dënoheshin. Në momentin që ai hapi derën, tha... Ai hapi derën. Edhe i hapi derën pikërisht të nesërmen, që Tito e fali amnistoi çetnikët, edhe ky amnistoi këta. Është edhe një intuit politike, domethënë, një qendrim politik që ai mbajti atje. Dhe pastaj ata luftuan në përshërimin e trojeve edhe vendeve të asaj deri në... Këtu ku jemi? Këtu është atje në Klin, në Kikinda, në shkurt të 45-ës, ku kanë shkuar dhe marrin pjesë në betejat përshërimin e Bosnjës e Hercegovinës e të Kroacisë. Janë pikërisht pjesëtarë... Se ka shkuar deri në Kroaci për... Janë pikërisht pjesëtarë e brigadës së 7 të Kosovës që kanë hyrë të parët në Sarajevo dhe që kanë çliruar edhe Kroacinë. Ashtu. Domethënë shqiptarët kanë marrë... Shqiptarët kanë marrë riskun për të çliruar dhe fqinjët. Po. Është interesante. Përmendet ndonjëherë kjo, për shembull? Është një fakt interesant. Janë 11 relacione, domethënë, të përfaqësuesit të shtabit, përfaqësuesit domethënë të Anglisë në Jugosllavi, që i shkruajnë Churchillit edhe i thonë Churchillit që brigada 7 e Shaban Haxhis, domethënë, po merr pjesë në shërimin e vendeve tjera dhe në luftën e dytë botërore dhe njëkohësisht, domethënë, është bërë një faktor i rëndësishëm ndërkombëtar. Dhe është kjo arsyeja faktikisht që brigada dhe kosovarët morën pjesë me 56.000 veta, që e shpëtuan nga genocidi, se nëse kosovarët do vazhdonin përsëri të mos merrin pjesë në luftën, atë rreziku ishte që të ndodhte siç ndodhi me Çamerin, që të të shpopulloheshin që në këtë kohë, sipas planit të Çubrollovicit me 3 nënor, që thoshte lufta është momenti më i mirë për të bërë shpërnguljen e tyre. Dhe do trajtoheshin si bashkëpunëtor të fashizmit dhe si të tillë do shpërnguleshin. Edhe biles ata studiosit kosovar thonë që domethënë Shaban Haxhia, domethënë është një nga ata më kryesorët, domethënë që e shpëtoi popullin e Kosovës nga shpërngulja. Bile ata edhe tek arkivi i Kosovës, e kanë ngritë genocidi serb në Kosovë, pas çlirimit të Kosovës, e kanë ata figurën e Xhaxhait atje, si një nga personat që ka shpëtuar nga genocidi. Edhe këtu janë shtabi, këtu është shtabi. 45-a. Po, 45. Janë në frontin e Sremit, është shtabi. Janë emrat e tyre edhe ku janë ata. Janë të gjithë emrat e tyre, është Fadil. Në qendër është Xhaxhai. Salimeta, Hamed Doda. Po, gjithë. Ashtu, domethënë, janë domethënë persona që brigada ashtu që ka shkuar atje. Atje
Atje ata faktikisht, do të thonë, kishin hallin edhe gjitha përpjekjet ishin që kjo brigadë të shkonte, do të thonë, frontet më të vështira, në vendet më të minura, ashtu, të trajtohej keq dhe një pjesë i zuri edhe tifoja, smunet e tjetër, vetëm që sa më shumë shqiptarë, do të thonë, të vdisnin, mos ktheheshin gjallë, do të thonë, sepse kjo brigadë është interesant tek një libër Konflikti në Kosovë e Spasja Gjakovicit. Spasja Gjakovicit ka qenë shefi i Oznës, që nga 1944 deri në 1966 kur u bë ai do të thonë pleniumi i Brionit, po ka bën namin në Kosovë, ka bën një genocid të jashtëzakonshëm. Edhe ai ka botuar një libër ashtu, Konflikti në Kosovë dhe ndër të tjera thotë që brigada e Shaban Haxhis është brigadë kriminalesh ashtu, edhe është kundër Jugosllavisë edhe tyre, prandaj me çdo kusht duhet të merren masa që kjo brigadë të ikë nga Kosova, po njëkohësisht edhe sa më shumë të vriten nga kjo brigadë. Domethënë çonin me piksunimin që me piksunimin. Çfarë urrejtje që kanë pasur ata për ne, fqinj të afërt, donin vetëm tokat tona. Po, edhe këtu është, ashtu, edhe këtu, në mes të Shaban Haxhia, është prapë me Kali, sepse ai lëvizte me Kali, se brigada ishte e madhe, edhe është pikërisht ashtu, batalioni i dytë këtu, edhe komandanti në mes me Kali, do të thonë Shaban Haxhia është këtu. Edhe që thashun si ishte problemit përpara, kur ata u detyruan me lirua, do të thonë, komandën e brigadës së 7, ashtu, brigada nuk besonte që janë liruar ata. Prandaj ata thanë që komandanti dhe komisari Shaban Haxhia dhe Qamil Brovina do rreshtohet brigada dhe do parakalojnë me Kali para brigadës që t'i shohim se vërtet janë liruar. Sepse nuk besojmë pa i pa me sy. Edhe aty është rreshtuar brigada, edhe me Kali ai, ashtu, do më thonë, ka parakalua edhe ka pa gjithë aty. Përpara ishte një fotografi, faktikisht, me një nga antarët e shtabit e tij. Po, e rikthej. Po, me Sali Shala, atje. Ky majtas, do më thonë, Xhaxhaj është, do më thonë, këtej ai është djathtas, do më thonë, nga ne, është ai. Edhe ai ka jetuar mas do më thonë, mas shlirimit, unë nuk e kam pas mundësi të takoj ato, po djallën e ti e kam takuar, faktikisht, edhe kjo fotografi ishte e rujtur, si diçka e shtrejt, sepse nuk mund të runin asnjë fotografi dhe asnjë dokument të Shaban Haxhis, sepse ndiqeshin për asociacione propagandë nga UDB-a dhe njëkohësisht si njerëz, do më thonë, irredentistë që kërkojnë shkatrimin e Jugosllavisë e bashkimin e Kosovës. Prandaj këtë e kishte ruajtur ai si gjë më shtrejt. Këtë Fotografi. Unë e takova kur u bë promovimi i librit Gjakov. Ju e quat librin, ky është libri? Po, ky është libri. Po. Ky është libri, ju e quat këtë libër në Gjakov? Unë e bëna promovimin Gjakov. Bëra promovimin me datën 9 nëntor, në kuadrin e çlirimit të Gjakovës, të vjetorit çlirimit të Gjakovës, dhe njëkohësisht të 3 vjetorit të krijimit të brigadës së 7 të Kosovës. Libri u mërprit në mënyrë të jashtëzakonshme. Po pra, kishte ende njerëz që e kujtonin? Po si, kishte shumë njerëz që e kujtonin, shumë njerëz që folin, ashtu tani ishin çliruar se ishin të lirë, sepse vetë thoshin ata që ne më përpara nuk mund ta zinin gojë aty. Edhe kur bashën për vjetorit e brigadave, ky ishte i spostuar, nuk më mendej emri i tij fare. Po cila që po këtu ku është? Ktu është me një kushërin ton nga krahina e Betyçit, janë bashk, domethënë, ashtu. Pse nuk përmendej çfarë thoshin ata? Arsyeja që nuk përmendej në vite ishte që Shaban Haxhia ishte i dënuar nga gjykata serbe me vdekje dhe kudo që mund të kapej ai ekzekutohej. Për çfarë kohe po flasim? Për kohën domethënë mas 44-s. Mbas 44-s. Po. Ai ishte pse u dënua? Çfarë ndodhi? Domethënë nuk e kam të qartë. Po, ai domethënë iku në 48-ën. Erdhi në Shqipëri. Në 48-ën, ai u largua nga Jugoslavia. Po ndiqej. Pse? Mas infirmbyros. Sepse ata i kërkuan. Çfarë bëri ai 44-48? Domethënë ai ka qenë në operacionet së ai deri në maj të 45-s ishte në frontin e Sremit. Pastaj u kthye në Shqipëri. Në 46-ën Jugosllavët bën një kërkesë, edhe thanë që ne e duam Shaban Haxhin në Kosovë, sepse e kërkojnë kosovarët atje. Edhe Xhaxhaj nuk do të më shkuar faktikisht se kishte pasur si situata. Megjithatë ata këtu, domethënë udhëheqja shqiptare i dhanë rrugën që ti duhet të shkosh patjetër.
Edhe ai shkoi në 46-ën. Në 46-ën najti një vit atje. Ashtu. U kthye prap atje. Erdhi drejtori i policisë në Shkodër atje. Ku është e fotografia me bashkëshortin e tij. Në 48-ën ata, do thonë, nga janari 48-ës, para se të prishin marrëdhëniet tona me Jugosllavin dhe para se dilte letra e Infirmbyros, ata e kërkuan përsëri Shaban Haxhin. Kosova, ashtu. Sepse kishte lëvizje, irredentiste, etj, dhe ata mendonin që duke shfrytzuar autoritetin e Shabanit, ashtu, mund ta ulin, domethënë, këtë lëvizje. Mirë po, Xhaxhai Shabani ishte me ata. Ashtu. Kur doli Infirmbyroja, ata kërkuan që Shabani prononcoi me Serbinë. Ai nuk pranoi një gjë të tillë, ashtu, sepse kishte luftuar për të gjë. Edhe ai në gusht të vitit 1948 u kthye. Edhe gjatë kësaj kohe ai vazhdoi edhe punoi. Ka punuar edhe si përgjegjësi i emigracionit të Kosovës atje. Edhe tani ata duke nisur nga veprimtaria e tij, nga dosja e tij që e kishin, ashtu bën një gjyq, domethënë, në mungesë e tij, edhe gjykata serbe e dënoi me vdekje me akuzën që kërkon bashkimin e Kosovës me Shqipërinë dhe që kërkon njëkohësisht edhe shkatrimin e Federatës së Jugosllavisë atje. Është një dosje atje. Tani dua të kuptoj këtë gjë, duke qenë se Jugosllavia bashkëpunonte me Enver Hoxhën, si ka mundësi që nuk e dorëzoi shteti shqiptar kur ata e dënuan me vdekje? Jo, se dëzoj shteti shqiptar. Nuk e dorëzoi. Po jo, mas 48-ës erdhi këtu ai, edhe ka vdekë këtu, se dëzoj. E kërkuan ata, po se dëzoj shteti shqiptar. Nuk e dorëzoi. Jo, po bëhet fjalë fare, ashtu. Nuk e bëhet fjalë ata, ashtu. Atje, domethënë, në arkivet e ish Institutit të Shtarak të Beogradit, atje, siç kanë thonë, domethënë, këta drejtuesit e arkiveve që kanë pa atje, është një dosje, ashtu, e firmosur nga Milan Gjilasi, edhe Gjako Pajkovici që ka qenë kryetari i Partisë Komuniste për Kosovën pas vrasjes së Miladin Popovicit, një dosje një 30 faqe ku e përshkruajnë domethënë si njëri shumë të rrezikshëm për Jugosllavinë. Dhe ata nuk e japin këtë dosje. Dosjen nuk e keni. As nuk lejojnë që ta fotokopjosh. Aha, pse ju keni kërkuar? Po e kemi kërkuar. Kërkuar dhe ata, po. Nuk lejojnë ata. Nuk e lejojnë që ta morën këtë dosje. Figurë shumë komplekse, pra, Shaban Haxhia, jo vetëm luftëtar, por edhe me drithijet e paqarta të dosjeve të paqarta jugoslave. Por pra ai nuk u dorëzua nga shteti shqiptar dhe punoi në Shqipëri? Shqipëri, deri në 66-ën, pastaj në 66-ën doli në pension me gradën kolonel, edhe vdiq në 1971-ën. Çfarë punë bënte në Shqipëri gjatë asaj kohe? Ka punuar komandant, ka punuar drejtor policie këtu në Shkodër, ka punuar komandant brigade, ashtu, ka punuar zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë Shqipërisë, ashtu, ka punuar përgjegjësi i imigracionit për kosovarët, ashtu, detyra tjera. Në këtë foto është me familjen? Në këtë foto është gruaja Fiqe, ka pas emrin, djali Vladimiri, me cilin ka qenë në Prishtinë, edhe Xhaxhai vet. Ashtu. Është foto e 48-ës. E 48-ës. 48-ës. Ndërkohë, ai duke qenë se ka punuar, ka luftuar në Jugosllavi, çfarë ka pasur lidhje me masakrën e Tivarit? Jo. Nuk ka pas lidhje me masakrën e Tivarit, sepse ai me 21 janar 1945-ës është nisur për frontin e Sremit. Dhe Brigada 7 nuk ka qenë fare në Kosovë, ku është zhvilluar masakra e Tivarit. Por, kemi kjo është masakra e Gjilanit, atje. Libër që e kam botuar në vitin 1998 këtë libër. Unë në dokumentat që kishte lënë Xhaxhai gjeta, domethënë, ca shënimet e tij që i kishte lënë ai. Edhe ato shënime unë i botova atje. Mirë po, shënimet nuk ishin të plota, sepse nuk vazhdonte ajo, vazhdimësia e materialit, edhe unë mendova se me të vërtet ai duhet të ketë diku quë këtë material. Ashtu, edhe kam shikuar faktikisht në vitin 2013, 6 muaj në arkivin e Komitetit Qendror dhe në arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhe mos fundi e kam gjetë dosja 202, është atje, edhe kam gjetë këtë. Kështu që tek varianti çfarë gjetët?
gjeta një 30% materiali që nuk ishte. Që mungonte, pra që e ishe dorëzuar në arkiv. Që ishe dorëzuar. Dhe të këllimit ashtë që e kom pëtu për Xhaxhajn Shabanin, unë e kom fut edhe këtë materialin e plot. Çfarë tregon Xhaxhaj për këtë? Ja, këtu tregon që në dhjetor të vitit 1944, forcat çetnike në bashkëpunim me forcat serbe, ashtu, zhvilluan një masakër të madhe në Gjilan atje. Dhe situata doli jashtë kontrollit, unë njoftua do më thonë që Brigada 7 të shkoj atje për të vendosur rendin dhe qetësinë atje. Xhaxhaj shkoi atje dhe po do më thonë se ishte masakruar popullsia pafajshme në mënyrë të tmerrshme atje. Edhe mori masa atje, u lidh me komitetin e partisë që ishte atje, me forcat e tjera dhe do më thonë u detyruan pasaj që të ndërpretin këtë masakër atje. Përveç kësaj, aty është edhe arrestimi i shtabit, edhe kështu Shaban Pollusha, dhe ky libër, Masakra e Gjilanit, tashi po kërkohet shumë nga komuna e Gjilanit, sepse është pjesë e historisë e tyre atyre. Edhe tek një emision që ka bo ai Mari Mema tek ajo Masakra e Gjilanit, ashtu, do të thonë gjurmë shqiptare, shumë nga historianët banorët e protagonistët e Gjilanit shprehen me superlativa për kontributin që ka dhënë Brigada 7 me komandantin Shaban Haxhia për të shpëtuar nga genocidi. Unë do ta botoj, domethënë. Ju jeni kushtuar praktikisht tregimit të historisë së Xhaxhajit tuaj. Sepse sepse unë pas që a ishte një figurë e madhe, po edhe një figurë që faktikisht, ja, këtu është Shaban Haxhia aty, është delegat, antar ashtu, i lidhur në Betyç, atje, është në konferencën e Bujanit. Është firmetar në konferencën e Bujanit. Ka qenë firmetar në Bujan. Bile një nga organizatorët kryesorë atje se ishte komandanti i batalionit Baram Curri, edhe është aty. Dhe është vetëm i përfaqësues, domethënë që vjen nga batalioni Baram Curri atje. Aty është për shembull, po të shikosh aty, është antar i Partisë Komuniste Jugoslave i lidhur në Betyç. Xhaxhaj, edhe shumë të tjerë që kanë qenë nga Malcia e Gjakovës, kanë qenë antar të Partisë Komuniste Jugoslave fillimisht atje. Pse? Do themi ne ashtu, sepse ishte organizata e partisë me sekretare Mindurakun në Gjakov, aty u lidhen ata me Gjakovën, edhe këto orientimet e partisë e këto kishin ardhur akoma atje, edhe u bën antar të Partisë Komuniste të Jugoslave. Po është një element që faktikisht shpesh kalohet kështu si me marifet atje. Edhe thuhet për shembull që jo lëvizja nacionale në Malcinë e Gjakovës e tjerë. Ashtu, në fakt, lëvizja nacionale në Malcinë e Gjakovës ka qenë pjesë e lëvizjes nacionale të Kosovës. Edhe shtabi i Kosmetit, me Fadil Hoxhën që ka qenë komandant, në fakt kanë udhëheqë, kanë drejtuar luftën shërbimtare deri në shtator të vitit 1944, kur shkuan brigadat partizane në veri dhe kaluan në Kosovë. Bile gjitha strukturat, emërimet në qetën Baram Curri, në batalionin Baram Curri, etj, në Arradhën Curri Rexhepi, ashtu, bashin nga shtabi i Kosmetit, biles Enver Hoxha në një letër drejtuar Fadil Hoxhës, i thotë që edhe batalioni për Leta Xhepi që ka ardhur tash, domethënë në Tropoj, do të jetë në komandën tuaj. Është ndoshta edhe një nga arsyet që bëna figura Xhaxhajt, domethënë nuk është vlerësuar me titull të lartë heroi popullit etj. E pra, këtë dua të kuptoj. Sepse është konsideruar pjesë e Partisë Komuniste Jugoslave. Partisë Komuniste Jugoslave. Atje. Këtu tek Masakra e Gjilanit do të theksoj tek ai materiali që thashun ty, ashtu. Ai shënimi, do thonë materiali i Xhaxhajit që unë e kam futur te libri, është i 11 shkurtit 1949. Në 1949, do thonë Xhaxhaj dorëzon në arkivin e Komitetit Qendror dhe në arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme këtë material për gjendjen në Kosovë. Ashtu. Në këtë kohë Enver Hoxha mante detyrën edhe të kryeministrit, mante detyrën edhe të ministrit të Punëve të Jashtme, edhe të ministrit të Punëve të Mbrojtjes. Kështu që ky dokument që është atje te arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme ka një shënim nga Enver Hoxha në fund.
Dhe që thotë Enver Hoxha, konkretisht atje? Thot, kjo thot, është historia, thot, e komandantit brigadës 7, thot, Shaban Haxhi Demalia, i thot, me këtë material, thot, mund të bëhet, thot, do thonë, një film shumë i bukur, mund të bëhet një libër shumë i bukur, thot, edhe është me shumë interes thot ky material. Dhe është interesante se të gjitha ato shkrimet që Zëri i Popullit ka botuar në këto vite, në vitin 1949, 1952, 53, ashtu, bazohen pikërisht në materialin e Shaban Haxhis edhe të masakra që kanë bërë ata. Mirë, por pse u sforcu tash, pse ndodhi ashtu. Enver Hoxha në vitin 1999 shkoi në takim me Stalinin, ashtu. Ai kërkoi dhe shtoi kërkesën që edhe Kosova, domethënë tani të ndihmohet nga Bashkimi Sovjetik e vendet e tjera për të bërë pjesë e Shqipërisë. Stalini tha, harroje këtë punë. Kosova do të jetë pjesë e Jugosllavisë. Ju do të luftoni në kuadrin e luftës revolucionare të popullit të Jugosllavisë kundër regjimit të Titos. Dhe faktikisht Enver Hoxha tani në këtë kohë nuk mund të fliste më për bashkimin e Kosovës. Atëherë, sigurisht që edhe personi që e kërkonte dhe që ishte, domethënë, kishte ideal bashkimin Shaban Haxhia, do sfasoj. Këtu është një kalendar që është bërë si vjet, ashtu, revolucionar shqiptar, ndër të tjera pra janë Halil Kelmendi, Halim Xhelo, Avni Rostemi, Asim Vokshi, Xhemal Kada, Skënder Luarasi, Muslim Pesa, Ibe Palikuqi, Emin Duraku, Zednel Hajdini, që ka qenë komandanti i Çetës, Zednel Hajdini, Tefik Çanga, Rifat Berisha, që është një figurë e madhe, ashtu, Omer Çakezi, Xheladin Hana, edhe Shaban Demalia, Mine Pesa, Hajdar Dushi dhe Irzi Sulimani. Ndër të tjerat, domethënë kosovarët e quajnë edhe Shaban Demalin. Edhe është një kalendar që është shpërndarë në Kosovë dhe që rrinë në shtëpitë e kosovarëve ashtu, me këto revolucionarë shqiptar ku hyn edhe figura Shaban Demalis. I cili për konjunktur ju desh që të heshtej për të. Po. Por jeta ju shpëtua ma, ndërkohë që ata e kërkonin. Ka ekzistuar frika, domethënë për të përmendur Shaban Haxhin edhe në Shqipëri. Sepse konsideroi ndërhyrjen punë të brendshme të Jugosllavisë atje. Këtu tani bashkia e Bayramsurit, mas shumë vitës, domethënë, a kujtua edhe i ka dhënë titullin, domethënë, qytetar Neri. Ashtu, shumë interesant, domethënë, titulli, motivacioni, thot, organizator, drejtues dhe udhëheqës ushtarak, informacione partizane gjatë luftës antifashiste nacionale në Tropoj e në Kosovë. Delegat në konferencën e Bujen dhe i zgjedhur antar i Këshillit Antifashist nacional për Kosovën dhe rrafshin e Dugaxhinit. Gjithë jetën luftoi për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Gjithë jetën luftoi për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Bile, po ta shikosh atje, domethënë, edhe në fund të atij studimit që ka bërë ai thotë, po, është një gjë vetëm se këtu është sekretari dhe atje kurse atje është kryetari tash. Ai thotë, domethënë që shqiptarët në Kosovë, domethënë e kanë patur dhe kanë, domethënë në gjak bashkimin e Shqipërisë, domethënë me Kosovën dhe do luftojnë deri në fund. Dhe nuk besojnë më që të luftojnë në emër të popullit të Jugosllavisë, të heqin një titër, të vinë një titër sepse janë zgënjur, thotë ai, nga lufta e shqiptare, që me konferencën e Bujenit i prantoi bashkimin, por që në fakt nuk u realizua. Domethënë që u zgënjyen. Këtu jam unë, bashkëshortja ime, këto dy vajzat janë, vajza këtej është Gjerovisa, cilin unë e falenderoj faktikisht se ajo bashkë me burrin e saj Arben Myrtaj dhe me fëmijët e saj sakrifikoi edhe financoi botimin e librit dhe gjithë të ai që u bën. Këtej tjetra është vajza tjetër që jeton në Gjermani, ajo është bashkëshortja ime, motra ime, djali atyre, edhe këtu janë disa të tjerë nga djali këtej në fund që jeni bashkë për të kujtuar dhe nderuar të gjajnë. Këtu jemi të Bashkia Tropojës me 27 qershor 2024, kur ne morëm titullin që ju dha Xhaxhait nga Bashkia. Pra, për shqiptarët, ai mbetet heroi që dëshiroi bashkimin, që luftoi për bashkimin, që ndëroi bashkimin, që bëri gjithçka për bashkimin edhe iku pa u realizuar dot. Po gjithsesi, neve na duhen, kur flasim për bashkimin, na duhet të kuptojmë që nuk jemi të vetmit që flasim, sepse kjo tokë ka pasur gjithmonë njerëz që kanë bërë
të pamundurën duke e kuptuar rëndësinë. Ai vinte nga Malësia e Gjakovës. Si i tillë ai kuptonte rëndësinë e mosndarjes, e kuptonte sa e vështirë bëhet jeta e njeriu kur të heqin gjysmën e trupit. Andaj luftoi ai për të qenë bashkë. Nuk e doli. Koha bëri të vetën. Po, megjithatë, la një material, la diçka shumë të rëndësishme, që sot është bërë shumë i domosdoshëm, që po kërkohet, që po i vlerësohet, ashtu. Dhe kjo është një gjë e madhe. Domethënë, edhe unë e vlerësoj shumë. Dhe unë faktikisht për atë libër të Xhaxhait, unë kam punuar 20 vjet. 20 vjet. 20 vjet. Ashtu. Kam marrë materiale nga arkivi qendror shqiptar, nga arkivi Komunitetit Qendror, nga arkivi i historisë, nga arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga arkivi i ushtrisë, nga arkivi i Kosovës. Dhe të gjitha aty i kam të vërtetuara, të argumentuara, cila është figura e Shaban Haxhis në arkiva, vlerësimet që janë bë, dhe faktikisht, domethënë, ndihem mirë ashtu që e kam bërë këtë punë. Urime, vërtet kjo ka marrë shumë kohë, kjo ka marrë shumë energji, por ja dolet. Ja dolet edhe keni përpara. Ja dola dhe tani jemi, domethënë, aktivitetet tjera në Kosovë dhe në Shqipëri, ashtu për ta zënë vendin që i takon kjo figurë. Për ta kujtuar dhe respektuar komandantin që kërkoi bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Nuk e kërkoi thjesht, ai luftoi për ta bërë të ndodh. Pa diskutim. Luftoi shumë dhe pati njëkohësisht edhe përplasje ashtu për këtë punë. Pati. Po, do thonë, misioni i tij ishte shumë i rëndësishëm dhe tani po vlerësohet. Ndërkohë, ju po vazhdoni të kërkoni në arkivat e Beogradit, apo? Po, ne po vazhdojmë. Ashtu, ne jemi në kontakt me ambasadën shqiptare në Kosovë, jemi në kontakt me ambasadën shqiptare në Beograd, jemi në kontakt me Institutin e Historisë të Kosovës, me Institutin e Historisë, këto që zyrtarisht, domethënë, të bëjnë kërkesa, edhe kemi mundësi, ashtu. Do luftojmë deri në fund. Nuk e dim se sa. Unë tani kam në dorë dhe po punoj, ashtu, po bëj një libër që në shpejt besoj do ta kam gati, Brigada e 7 e Kosovës. Vetëm me Brigadën e 7 e Kosovës. Një monografi tjetër, domethënë për konferencën e Bujen, që do ketë një këndvështrim tjetër nga ai që është bërë sot. Sepse kam gjetur dokumenta shumë interesante. Për konferencën e Bujen? Për konferencën e Bujen. Ndryshe krejt, domethënë, nga ato që janë thonë atje. Dhe njëkohësisht po bëj edhe një monografi tjetër për Xhaxhain, por në aspektin si personalitet, si karakter. Cilësitë e tij, të karakterit më të mira, domethënë e parë në kanën psikologjik, në kanë vështrim psikologjik, duke qenë edhe i fushës sime. Dhe kjo do më japë pasaj mundësinë që unë në të ardhmen, edhe kam hedhur hapat e para dhe po punoj që të bëj një libër, një monografi psikoanalizë e historisë shqiptare. Një libër që nuk është bërë deri më sot në Shqipëri. Ta shoh historinë e popullit tim, të kombit tim në këndvështrimin e psikoanalizës. Kuptoj. Shumë urime dhe shumë faleminderit që erdhe. Dhe të uroj që të shkojë në të gjithë duart e atyre që duan ta lexojnë dhe duan ta kujtojnë komandantin që luftoi për bashkimin e Shqipërisë me Kosovës, Shaban Haxhia dhe Maliaj. Faleminderit. Ju faleminderit edhe ju. Mos haro, regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rutina Xhunga, janë 2 kanalet ku ti mund të bëhesh kontributor duke dërguar historinë tënde. Ne jemi këtu për të dëgjuar. Mund të kontribuosh duke dërguar ndihmën tënde financiare në PayPal, mund të kontribuosh duke dërguar komentin tënd, mund të kontribuosh duke u bërë i ftuari ynë. Faleminderit.